Rruga Gjakov-Dëllc feston sot 7 vite që nga fillimi i ndërtimit. Për pamjet flasim vetë. Një segment relativisht i shkurtër nën 30 kilometra ka mbetur i papërfunduar duke sfiduar çdo premtim zyrtar. Në një aksion simbolik, Ideal Zhaveli vendosi një tort me mbishkrimin Urime 7 vjet dhe një balon me numrin 7 pranë punimeve, duke ironizuar zvarritjen e pafund të projektit. Po, sot bën 7 vite prej që ka fillu rruga Gjakov-Dëllc, apo pjesa ku përdoret për rrugën Gjakov-Prishtinë. Edhe nëse shohim gjendjen e sotme që është në gjendje të tmerrshme ku nuk mundesh me i bon ashta 5 kilometra pa pas dëmtime rrugore edhe dëmtime shumë serioze rrugore, edhe nuk ka arrit më përfundu, pavarësisht që në momentin kur është prej shiti ka thonë që përfundon për 5 vite, kurse tash kemi 7 vite dhe akoma nuk ka përfunduar, as nuk i shihet fundi momental. Me tortën, balonën dhe pamjet e rrugës së shkatruar, Zhaveli synon të tregojë me ironi se projekti i rrugës nuk mund të injorohet më. Përndryshe, Kosova Press ditë më parë ka raportuar se në këtë rrugë punimet janë ende larg për të përfunduar, ndërkohë muret anësore, siç po shihet, janë rrëzuar.